محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën e humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër, ka ardhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa ai ishte në Mekë, domethënë para hijretit, në kohën kur ishte I kundërshtuar edhe I luftuar prej popullit vet. Vjen një njeri në Mekë nga një krahinë e largët me disa deve për me I shit. Edhe rastis që ato deve më ia ble Ebu Xehli. Ebu Xehli I cili ishte një lloj autoriteti në Mekë. I blen ato deve, I thot paret t'i jap, si me thon nesër, mas nesër, kështu me radhë, mirë po nuk I del në fjalë. Edhe I burri, I huj, I abanxhi, nihet keq, nuk ishte krah të fortë për me mujt me nxjerr hakun e vet prej Ebu Xehlit, edhe shkoi aty në afërsitë të Çabos ku ishin njerëzit tunajt grupe, edhe u drejtohet një grupit njerëzve, thot, a ka dikush prej juve që mundet me ndihmu me e zgjidh një hall, një problem që e kam? I thojnë ata, cili është halli yt? Thot, filonit ja kom shit do deve, po paret s'po më jep. Ata tash, të e pas parasysh kush ishte Ebu Xehli, asnjërit s'ja merr mendja me u marr me punën e këtij abanxhisi I cili ishte në hall. Por njëkohësisht dojnë me e shfrytëzu rastin edhe me e shtyp pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në konflikt me Ebu Xehlin, që realisht relacionin mes tyre ishte në maksimumin e tensionit. Do të thonë aty veç një shkëndije vogël vyke me udhëz një bele e madhe, edhe I thojnë ata me shpoti, apo e shecat njerin që atje po, shko se qaj ta krym puna. Edhe I abanxhit duke mos e ditë se për çka bëhet fjalë, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe I thot, o burr, thot çata burrat që atje më thanë që ti mundesh me nxjerr hakun prej një personit të cilit ja kom shit devet e s'po më jep parë. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është ai? Thot, është filani. Thot, çu hajde me mu. Edhe shkojnë të shtëpia e Ebu Xehlit, të cilën derën e të cilës e troket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fuqishëm. Jo me trokit që shtrokasin njerëzit rëndom, po e godet fort. Edhe Ebu Xehli pej mrena po çuditet kush po ja rruplon derën kaq shumë. Thot, kush është? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë jam Muhamedi. Del thot 1 minutë para dere këto. Edhe ai thot, çeme një herë. Kur del para derës Ebu Xehli, del I zverdhon. Ajo shpreha që thonë të na, një pikë gjaku në fytyrë si ka mbet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa parathonje I thot, a I ki borxh që ti njerit? I thot, po, I kam borxh. Laja borxhin. Edhe ai thot, çeme një herë. Hyn mrena, I merr paret, del, ja lën borxhin. Ky abanxhia kur zos po din. As po din kush është ai, veç emrin pe ja din, hala ma pak po e din kush është ky që ja zgjidhi një problem e ja lehtësoi një hall. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, ai more paret tua, po, ec udhës tane. Ky tash shkon prapë në çabe te ata burrat që I kishin thonë që çaj ta krym punën, edhe ju thot për habin e tyne gjithsesi, I thot, o burra, unë ju falenderoj juve që më drejtu të njëri I duhun, e ato Allahu e shpërbleft që u bo sebeb që unë me e marr hakun tem. Edhe ai vazhdon rrugës vet për atje prej nga kishte ardhur.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i madh edhe kur nuk kishte hala pozit. Ishte i madh para se mu bo pejgamber, ishte i madh masi u bo pejgamber, e kishte pozit lartë te Allahu dhe te musliman. Mirë, po ata që e kundërshtonin, ata nuk e bonin hesap, nuk e respektonin, megjithatë ishte i madh, e ishte i madh edhe kur u bo udhëhec i komunitetit edhe kur e formoi shtetin islam në Medinë. Madhështia e tij është udhërrëfyesi më i mirë i asaj se çka në të vërtetë është madhështia, edhe çysh në të vërtetë arrihet madhështia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëshmuar në rrugëllazën me këtë rast, ose me rastin tjetër që rrëfehet për te në Medinë, thot ndodhte duke qenë pejgamberi i Zotit, duke qenë i pari prisi i muslimanëve, ndonjë vajzë e vogël e ndalte në rrugë dhe i thonte ja Resulallah, e kam një problem. Cili është problemi yt? I thonte hajde hecim çiknejse edhe po du me hec edhe me tregu se cili është problemi im, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk nguronte jo vetëm me dëgju atë vajzë të vogël, po edhe me hec me ta rrugës. Madhështia ku qëndron këto? Madhështia qëndron, të nderuar vëllezër, që njeriu i madh me amajt krahun hallexhiut, atij të dobtit i cili nuk mundet vetë me e jetësu të drejtën e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ktill gjithmonë, edhe kur njëherë nuk hamendej, kur njëherë nuk ndalej me mendu qysh mendojnë disa njerëz sot, me shku me i thonë, filoni më ka borxh, po s'po mi jep paret, e ti ki ndikim te ai, a munesh me ma nxirr borxhin? Disave i shkon menja me thonë, që ku me erdh një mundësi me fitu, po ta nxirri borxhin nëse mi jep mu 5%, a 10, a 20, a pak ka rëndësi sa. Do thonë me e shfrytzu hallin e hallexhiut edhe avantazhin e vetë edhe përparsinë e vetë për përfitim personal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bëu këto. Njerëzit e mëdhenj nuk e bojnë këto. Allahu i madhruar i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam febima rahmetin min Allahi linte lahum. Për shkak se Allahu ishte i mëshirshëm me ty, ti u tregove i butë me njerëzit. Butësia, mirësia, dashamirësia, gatishmëria për me ju kry punë njerëzve kur ata vetë s'mundën me ja dal, është virtyt i cili te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me bollëk, që realisht kërkush ndoshta s'mundet me ja kalun këtë aspekt, po që është adresa e sakt edhe që është formula konkrete e virtytshmërisë. Nuk është pozita ajo që e bën dikend njeri. E dini atë batutën e ati plakut që i ka thonë djalit vetë, kur s'ki me u bo njeri, e masanej ai kur është bot dikushi, ose ja ka mor menja se u bot dikushi, i ka qu ata sigurimet vetë, shko merë në plakun edhe bimani këtu ti kalzojt, qka jem bo une, ai plaku i thot, o birë, ti pozit pas ke arrit, po unë të këmë thonë s'ki me u bo njeri, edhe njeri s'ko ke bo hala. Virtytshmëria, mirësjellja, gatishmëria me ju ndihmu tjerëve, është ajo e cila njeriu e bën njeri në kuptimin e plot fjalës. Kret ato tjerat, pa njerëzillëkun, pa këto virtyte, pa këtë mirësjellje, absolutisht nuk kanë vlerë. Ndërsa, kur janë virtytet edhe kur është mirësjellja edhe kur është etika, edhe pozita dhe autoriteti edhe dija edhe forca edhe çka do të qoftë, ajo pastaj merr kuptim të hatashëm, kuptimin më pozitiv të fjalës. Pra një njeri i thjesht me kon, ama është për një me insan, edhe i sjellshëm, ajo është shumë i mirë. Po një njeri në pozit, edhe me kon insan, edhe i sjellshëm, atëherë e mira e tij është shumë më e madhe. Për çfarë arsye? Për një arsye jashtëzakonisht thjesht, për atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pesha edhe vlera e burrave matet me dobin e tyne, sa janë ata dobishëm për rrethin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ai që me atë sjellje e pam çfarë e kishte, ai ka thonë khairun nasi anfa'uhum linnas, më i miri prej të gjithë njerëzve është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Pra nëse dojmë dikan me e vlerësu i mirë apo jo, leja pozitën e tij në shoqëri, leja të arritun e tij në qoftë në aspektin e dijes ose në aspektin e profesionit, atë karrierës, atë zanatit, atë çka do të qoftë. Krejt lej anash ato, shihe
sa është i dobishëm për rrethin në cilin jeton, që aty është mirësia edhe që aty është vlera e tij, e në të vërtetë për neve është e qartë edhe lehtësisht e kuptueshme se pejgambert e Allahut në përgjithësi e i fundit edhe më i zgjedhuni prej tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në veçanti, normal që është dashur me kon çështot. Për arsye se nuk janë rastësisht të përzgjedhur prej Allahut. Mirë po ai mes tjerash o kon kështu edhe për me na shërby neve si shembull edhe si model. Andaj të nderuar vëllezër, çdo gjë që kemi arrit ose arrim në jetën tonë të kësaj bote, çdo gjë, çka do të qoftë ajo, e arrim me ndihmën e Allahut fuqiplot, por ajo është sprovë për neve. Është sprovë, çdo ngritje, çdo hap, çdo shkallë që ngritemi, është sprovë për neve, apo ndryshojmë për të mirë, apo bëhemi më të thjeshtë, apo bëhemi më të vërtetshëm, apo bëhemi më të sjellshëm, apo Zoti na ruaj dikush po bëhet më arrogant. E arroganca në ngritje, arroganca në të arriturat e dunjas është e rrezikshme për arsye se njeriu pastaj sa më lart ngritet, rrezikon aq më shumë edhe aq më keq me radhë të poshtë. A nëse mbetet i thjeshtë edhe modest, nëse mbetet i udhëhequr për udhëzimeve të Allahut fuqiplot, edhe modelit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai ka me pas veç ngritje, nuk ka me pas ramje. Allahu i madhruar na e mundsoft që virtytet, sjellja e mirë, thjeshtësia, modestia me qenë shoqëruesi jon në jetën tonë, e kjo pastaj na shton vlerën. Na bën të dobishëm për rrethin ku jetojmë. Ja them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i mirë dhe i sjellshëm me të afërmit, me dashurit e vet, me besimtarët, kush do të qofshin ata. Po ka qenë i mirë dhe i sjellshëm edhe kjo për një mend e qetë në pah vlerën më reale të secilit njeri, ka qenë i sjellshëm edhe me kundërshtarët e vetë. Në një prej luftave, masi ka emigruar në Medinë, masi e ka organizuar komunitetin, e ka bo ushtrinë, në një prej luftave e ka zonë rob një kryeplak të një fisi, njeri me autoritet, në një vend që quhet Yemame, i bjen dikon 100 kilometra larg Medinas. Edhe kur e kanë zonë rob lufte atë person, e kanë marrë, kanë prunë Medinë. Tash robi i luftës zakonisht keq trajtohet. Zakonisht masakrat më të mëdha në për lufta, a e dini kur bëhen vllazni? Atëherë kur njëna ushtri është ngallënimtare. Kur njëna ushtri fiton, mas kohës fitimit, mas fitore, se kam fjallën, i bojnë masakrat më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ka fitu e ka tregu njerëzillëkun më të madh, humanizmin më të madh edhe në kohë lufte. E kanë zonë këtë burrin, edhe çka kanë bë, nuk e kanë çuar në burg. Nuk e kanë çuar dikon në një gjendje nënçmuese, ofenduese edhe përdhosëse për dinjitetin e tij. Po e kanë marrë dhe e kanë lidh, se robin e luftës do të me lidh gjithsesi, e kanë lidh në një shtyllë prej shtyllave të xhamisë. Edhe e kanë lënë aty, i kanë dhënë me hongër edhe me pi gjithsesi. Ai tash, duke qenë jo musliman, duke qenë i dhujtar, i ka pa muslimant të hidhë të dalë për xhamisë. E ka dëgju të u thirë ezani, e ka dëgju të u boj kameti, i ka pa qysh po falen, qysh po renditën safa, qysh po falen me disiplinë. Ju ka dok interesant se s'ka pa një jetën e tij ashtu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një 2-3 ditë rresht tu kalu, ka ai e ka vetë dhe i ka thonë, çka i ki punë? Ai i ka thonë, mirë i kam punë. Më thonë, për arsye se ka qenë dinjitetshëm, s'ka dasht me u thy, s'ka dasht me u lig. I ka thonë, mirë i kam punë. Po pas kësaj ka thonë 3 fjali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të parën i ka thonë, in taktul dhe den. Thot, ma në men një sen, nëse më vret mu, thot, dije se e ke vrani njeri që gjaku i ti s'ka me shku pashtë. Do thonë, ka mon e dikon atje që ka me marrë hak për mu. Nëse më vret mu, e ke vrani njeri gjaku i cilit ka vlerë. Një lloj kërcënimi kë. Mas kërcënimit ja ka thonë fjalin e dytë,
Ka thonë, wa in tunaim ala shakir. Mirë po, nëse sjellësh mirë edhe bën nerë, thot i bën nerë atij i cili ta din nerën. Tash dy fjali të kundërta, po interesante, kogja burnore. Nëse më vret, gjaku jam shumë poshtë, po nëse më liron, ta di për nerë. Edhe ja ka thonë fjalinë e tretë, ka thonë, po, nëse të ka metë syni me fitu diçka, atër kallëzo çmimin se edhe me pare e blej lirin tem. Edhe kur ja ka thonë këto fjalë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka këshyr, ka buzëqesh edhe ka hec. Kur gjasi ka thonë. Nesrit ka kalu aty pare, prap e ka pyet, çka i ki punë? Ai ka thonë, mirë i kam punë. Ja ka thonë prap këto fjalë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shku, edhe ju ka thonë atyne, lirane njerin. Lirane. As mos i bani keq, as nuk po lypim shpagim për to, lirane le të hec udhës vet, edhe në momentin që o liru, ati i kanë mjaftu që ato 2 ditë sa kanë ejt aty, me i pa plot sene, edhe me i kuptu plot sene, edhe në momentin që u liru, o dalë prej xhamie, se ai të nejt aty edhe kani edhe ders, kani edhe muhabet, kani edhe pyetje përgjigje. E ka kuptu që për me e pranu islamin, mas parit do të me ula, veç o dalë prej xhamis, o shku ma në skajt që aty, ka thonë dikuj, bimani bre një kofe uj, edhe o la, o pastru, o arte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka shqiptu shahadetin. E ka shpall kalimin e tij në islam. Çka ka qenë ajo që e ka shty? Ka qenë sjellja, mirësjellja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje nuk e ka marrë mundimin me i thonë, "Qyre nëse bosh musliman po të liroj." Për arsye se kjo nuk prodhon lakmi për islamin. Kjo mundet me prodhu hipokrizi. Se dikush mundet me thonë, po bona musliman, veç sa për me u liru, e ndoshta nuk e ka për një me. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu i dit mirë këto gjana, veç o sjell mirë me to edhe e kalon. Mirë po, është arrit efekti, e ka pranu islamin, e ka thonë shahadetin, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti halaje i liberalizum në lëvizje. Dhe o thonë ti e pranove islamin në Medinë, po mund është edhe në Mekë me shku. Shkëpën janë një vizit qabës, një umre. Edhe ai shkon, kur shkon, kam rrit lajmi që kjo e ka pranu islamin. I kanë thonë, a u bone muslimana? Thot po, edhe le që u bona musliman, veç një sem po ju thamë. Une me juve kemi marrëdhënie tregtare, a mo pisodit, veç nëse pejgamberi alayhis salam jep leje se për ndryshe as një kokër dreth për i venit tem juve nuk ju vjen. Do thonë ndryshim shumë i madh për një kohë shumë të shkurt. Çka e shkaktoi? E shkaktoi mirësjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të me kuptuat në rrugë vllazën se zemrat kanë qelsa, kanë kode. Na kanë eri flasim dikujt, kush e di sa shes jalen, a i themi shes po jalen. Mirë po, të njëjtit njeri, dikush me pak i ndron mendimin. Për çfarë arsye? Për arsye se ti i ke fol, po kodin nuk e ke pas. Edhe je lodh badi hava. Ndërsa kodi ma universal për me i qelë zemrat, cili është, nuk është fjala, është vepra. Është vepra e mirë, është mirësjellja, është gatishmëria e jote, e secilit prej neve. Me i bo mirë tjetrit për hir të Zotit, gjithsesi. E atë pjesën tjetër të zemrës edhe të shpirtit ti, leja Zotit, le të bën Zoti i ti çka don me to. Se funit na as zemrat tona nuk i kena në dorë në mënyrë autonome ose me autonomi të plot. Allahu na ka në dorë. Qohet njerin sabaj disponum, mas dite është i mrolon. Qohet sabaj gëzum, mas dite është i dhënum. Zoti na ruaj dikush qohet sabaj besimtar, mas dite jam ndoshta e mrin në gjendje tjetër. Edhe kjo është e mundur. Pse? Se zemrat janë shumë jo stabile. Veç Allahu mundet me i majtë dhe me i stabilizu. Ne nuk kemi pushtet, as mi zemrat tona, as mi zemrat e hallkut, mirë po kemi përgjegjësi qysh po sillemi, edhe sa po bojmë mirë, edhe sa po bojmë të dobishëm. Kur e kuptojmë këto, mendoj se nuk na mbetet tjetër veç se me u sjell edhe me vepru. Allahu i madhruar na udhëzoft e na ndihmoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.